Fshati Dev ndodhet në jug perëndim të Gjakovës. Është një nga fshatrat më të vjetër të kësaj treve. Për bukuritë dhe pamjet e natyrën e këtij vendi të ndjekim materialin në vazhdim. Me rrënje të thella historike dhe traditat që ruhen me krenari brez pas brezi, fshati Dev ka qenë gjithmonë një vatër e ngrohtë e kulturës dhe mikpritjes shqiptare. I rrethuar nga kodra të gjelbra dhe pamje që qetëson çdo zemër banori, ky fshat është një perlë e natyrës. Gjatë pranverës dhe verës, Deva mbulohet me ngjyra të gjalla me fusha të mbushura me lule e pemë të gjelbruara, ndërsa ajri i pastër i japi një freski që nuk e gjen lehtë tjetër kund. Deva nuk është vetëm një vend, por është ngjesi. Krahas qetësisë që e gjen mes gjelbrimit, në këtë fshat të bukur mund të takosh edhe ndonjë bari që kujdeset në baza ditore, për baktin për të dëshmuar se këtu jetohet e gjallërohet.